Deklarat për lëvizja për zhvillim kombëtar, shqetësuar për krizën e rëndë të gjithanshme që po kalon vendi, që e cila pas 21 janarit praktikisht e ka futur në kolaps shtetin dhe institucionet e tij. Mendon se është koha për një zgjedhje të madhe, dobi të interesave të vendit dhe qytetarëve, që të rikthejmë besimin ke shteti e shqiptarëve, ke institucionet e tij, të rikthejmë një klimë paqe e bashkëpunimi, të rikthejmë drejtën e fjalës, dhe ajo çka është më e rëndësishme t'i kthejmë qytetarëve të drejtën e votës lirë dhe ndershme. Për këtë, ne njerëzit e lëvizjes për zhvillim kombëtar i propozojmë opinionit publik shqiptar, partia politike shqiptare dhe komunitetin ndërkombëtar. Këtë propozim politik, këtë quheni si doni, sketë politike, projekt politik, krijimin e një qeverie kalimtare me bazë gjërë, në të cilën të marrin pjesë të gjithë faktorët politikë shqiptarë, në radhë parë ato parlamentarë. Kryeministri i ri propozohet nga majoranca aktuale. Kjo qeveri të ketë mandat kufizuar deri në zgjedhjet e ardhshme politike, që duhet zhvillohen për gjykimin ton pas 5-16 muaj, domethënë që e bie nga mesi i vitit 2012. Deri në zhvillimin e këtyre zgjedhjeve, duhet kryen sipas modeleve demokratike dhe nën kujdesin e ndërkombëtarëve këto reformat më poshme. Domethënë kjo qeveri mandatohet për të bërë këto 4-5 punë kryesore që gjykojmë ne. Një në radhë parë, përmirësimin e kushtetutës, duke mënjanuar defektet e vërtetuara, kundërshtit dhe pasaksit që ka ajo, duke saksuar rolin e presidentit në dobi të demokracisë dhe të shtetit ligjor, si edhe zgjedhjen e tij nga populli për t'i dhënë fuqitë e mjaftueshme konstitucionale, duke përmirësuar njëkohësisht edhe funksionimin e institucioneve të pavarura. 2. Reforme plotë e gjithanshme të sistemit drejtësisë. 3. Hartimin e një kodi të ri zgjedhor, i cili sigurojë zgjedhje të lira ndershme, numërim të votave në publik, komisione jo politike, votim me kartë identiteti, me certifikim elektronik të zgjedhësve, numërim të tyre, sistem elektoral që do sigurojë edhe alternativat për forcat tjera politike, votim për kandidatin dhe jo për të përzgjedhurit e kryetarëve. 4. Riorganizimin e pushtetit lokal në komuna, bashki dhe prefektura, që kemi përmendur shpeshherë. 5. Riorganizimin dhe rindërtimin e administratës publike sipas meritokracisë, duke i dhënë fund këtij procesi militantizimit, nepotizmit dhe të rrushfetit që janë përdorur deri më sot për punësimin e njerëzve. Ne gjykojmë që kjo skemë që i propozojmë i jep gjithë palëve sigurinë e nevojshme për të vazhduar të kontribuojnë pozitivisht politikisht në jetën publike.